Dritan Prençi është prokurori i Spakut që po sillet si avokat i inceneratorëve. Prej vitesh ka zgjedhur të flejë mbi dosjen më korruptive, atë të inceneratorit të Tiranës për të cilin janë paguar qindra miliona euro, dhe inceneratori nuk ekziston, kemi thjesht dhe vetëm një mal me plera që është si një minë me sahat. Ndonse janë publikuar faktet, provat, dokumentet nga CNA, nga media të tjera, si dhe janë bërë denoncime edhe nga opozita për këtë aferë që është quajtur afera e shekullit. Dritan Prençi duket se ka zgjedhur të mbyll syt para kësaj afere. Ka zgjedhur të tërheqë zvarr dosjen dhe të mjaftohet vetëm me akuzën e grupit të strukturuar kriminal dhe që faturën qindra miliona eurosh edhe korruptive t'ua faturoi Lefter Kokës dhe disa zyrtarëve të tjerë. Por ashtu siç e kemi paralajmëruar edhe më parë, CNA nuk do të ndalet dhe do të vazhdojë të sjellë dokumente, fakte që tregojnë implikimin e Erion Veliajt dhe njerëzve të tij në aferën e shekullt atë të inceneratorëve. CNA ka publikuar dokumentet që tregojnë implikimin e Veliajt dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoxa në këtë aferë. Dokumentet tregojnë lidhjen e Ajola Xoxës me landfillin e Sharrës. CNA ka publikuar dokumentet sipas të cilave tregohet se Ajola Xoxa asistonte kompaninë me Albania me pronar Vladimir Fezgën dhe i përgatiti dokumentet për kompaninë që të merrte biznesin e mbetjeve në landfillin e Sharrës, në kohën kur kryetari i Bashkisë Tiranë ishte bashkëshorti i saj Erion Veliaj. Përmes autorizimeve të lëshuara me Albania autorizon shtetasen Ines Dani dhe shtetasin Erald Ismaili, të dy shtetas që dalin në dosjen e timore të Spakut për çiftin Xoxa Veliaj, të dy njerëz të studios ligjore të bashkëshortes së kryebashkiakut që të kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme pranë QKB-s. Po ashtu CNA publikoi një tjetër dokument që tregon se si Ajola Xoxa bëri ortak Erion Veliajn me grupin e strukturuar kriminal të inceneratorëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoton. Dokumenti tregon se Vladimir Fezga i Mega Albanias autorizoi shtetasen Ines Dani dhe shtetasin Erald Ismaili për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme pranë QKB-s për depozitim dhe regjistrimin e kontratës së shitjes së kuotave midis shitësit Shoqëria Mega Albania dhe blerësit Shoqëria Integrated Energy BV SPV. Sipas këtij dokumenti që ndodhet në dosjen e prokurorit që po tërheq zvarr dosjen e inceneratorit të Tiranës Dritan Prençit, njerëzit që janë autorizuar nga Vladimir Fezga për shitjen e Mega Albanias tek Integrated Energy BV SPV janë Ines Dani dhe Erald Ismaili të studios ligjore të Ajola Xoxës. Këto dokumente tregojnë se Ajola Xoxa bëri ortak Veliajn me grupin e strukturuar kriminal të inceneratorëve, ku truri ishte Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Pavarësisht këtyre fakteve, prokurori Dritan Prençi ka zgjedhur të sillet si avokat i inceneratorëve, duke mos nxjerrë të paktën një akuzë për kryebashkiakun Erion Veliajt implikuar bashkë me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa, në aferën e shekullit. Prokurori që flet mbi këtë dosje nuk i ka vënë një kokë dosjes më korruptive që ka vjedhur paratë e taksave të shqiptarëve të varfër për një incenerator që nuk ekziston.